Mario Mitaj është kthyer të luajë sot përsëri si titullar në radhët e klubit të Al Ittihadit në kampionatin arab të futbollit në barazimin 2-2 që skuadra e tij regjistroi në transfer të ndaj Al Fateh. Mbrojtësi është alternuar në këtë periudhë mes formacionit e tribunës për shkak të limiteve me të huajt që janë në kampionatin arab të futbollit, por prania e sotme në fushë ka të bëjë me një situatë të pazakontë që ka ndodhur me yllin e këtij ekipi, Karim Benzema. Ky i fundit ka hyrë në muajt e fundit të kontratës së tij me Al Ittihad dhe përfaqësuesit e tij kishin shkuar të negocionin me shejikët për rinovimin e marrëveshjes, ndërsa ata ishin në pritje të një oferte të ngjashme apo më të mirë se kjo aktuale, propozimi financiar i Al Ittihadit i ka lënë pa fjalë. Shifrat që janë vendosur para në tavolinë raportohet se kanë qenë shumë më të ulta se ato që përfiton aktualisht futbollisti dhe përfaqësues të lojtarit i kanë cilësuar si tentativë për të bindur futbollistin luante gratis për shejikët. Kësaj ato janë refuzuar, ndërsa edhe vetë Benzema e ka cilësuar këtë si një dëm ndaj imazhit të tij dhe raportohet që ka refuzuar të luajë në ndeshjet e radhës së Al Ittihad. Kësaj në skuadër është hapur një vend për një të huaj dhe nga kjo ka përfituar Mitaj, i cili është përfshirë menjëherë në rreshtim nga trajneri Conceição për takimin e sotëm.